E Imam Bukhariu, dietar për dietarëve të shquar të muslimanëve, e veçoi një libër të veçantë për edebin me njerëz. Dhe kaptinat e para që i solli në këtë libër prej fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i solli kaptinën e edebit me babën dhe nanën. Apo më saktësisht dhe më shariatikisht është me thënë edebi me nanën dhe babën. Sikur që tha alayhi salatu wassalam kur u pyet, kanë ta respektoj ja Rasulullah, tha nanën tënde. Pastaj tha përshditi, kanë ta respektoj ja Rasulullah, prap tha nanën tënde. Dhe përshtreti tha nanën tënde respektoje. Dhe të katërtën herë tha respektoje babën tënd. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur na flet neve dhe fjalët e tij ne duhet t'i marrim për shkollë, për mësime, për ligje të cilat s'kan mundësi mu ndryshue. Nuk janë fjalët e tij fraza të cilat mund të zbukurohen me to Facebookat tona, muret tona, apo na me thonë ndëgjova një fjalë të mirë sa mirë pas ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Jo, këto janë fjalë ligjet Allahu xhelle xhelaluhu. Këto janë ligjet Allahu xhelle xhelaluhu dhe ka rrezik mos mi mor ato me seriozitet. Andaj besimtari tham se duhet të edukohet me edepet e Zotit xhelle xhelaluhu. Duhet me u eduku me sjelljet e Kur'anit Allahu xhelle xhelal, sikur që tha Aisha radhiyallahu anha kur u pyet për pejgamberin alayhi salatu wassalam, çish është sill pejgamberi alayhi salatu wassalam, tha ka qenë sjellja e tij sipas Kur'anit. Andaj përmendëm se rregull në fe është që ne të sillemi çish na e dikton Kur'ani, jo çish na e diktojnë njerëzit. Çish na udhëheq Kur'ani, jo çish na udhëheqin njerëzit. Njerëzit kanë mundësi me zbrit nivelin e tyre. Njerëzit kanë mundësi me zbrit në nivelet më të ligat poshtra, po nuk më zbrit aty. Njerëzit ta bin punën me i rrejt, ta bin punën me isha, ta bin punën me ofendu, ama mos ofendoti, se ti kini parim të cilin dush me majt. Andaj edhe besimtari me njerëzit sillet që e ka lip Allahu, jo që ja lip nefsi ti, jo që ja lip ajo çka njerëzit ja ofrojnë. Dhe sikur që i dëgjojmë njerëzit, thotë unë silla që e lip ki. Si ti e thot i mirë, unë e bona i mirë, qo i keq, unë ja ndroj trakën, thojnë. Po nuk mund është në fe me ndru trakën, se në fe një trako. Thotë Allahu xhelle xhelaluhu në Kur'an, në lafdhatën dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa innaka la ala khuluqin azim, ti o pejgamber e ki sjellën më të lartë mundshme. Çka si kanë thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam? I kanë thënë sihirbaz, i kanë thënë i çment, budalli i kanë thënë. Çka si kanë, i kanë thënë sharraxhi. I kanë thonë ti ban sharr, ti e prish. Ebu Gjehli, Amr ibn Hishami, kur ka dalë në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a din çfarë duaja ka bë? Karshe ka pas njëri më të mirë të tokës, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe nga ana tjetër kush ka qenë? Ebu Gjehli ka thënë: "O Zot, ku m'dal me luftue me atë i cili e ka dhënë nanën me pjevladit, babën për e vladit, i ka prish familjet tona." Shikoj çfarë dua ka po Ebu Gjehli. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto sjelljet liga të atyre kundër nuk është ndiktupja asajna, është diktupja asaj që ja thot Kur'ani Allahu xhelle xhelalu. Andaj besimtari sillet me njerëzit çish i thot Zoti xhelle xhelalu. Se kjo robi ati, ti je robi i Zotit, ti je besimtar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të na mundson me usill me njerëzit që çdo Allahu do është razi, ja Rabbel Alamin. Andaj sjellja e parë që neve detirohemi me usill mirë me ata njerëz janë prindërit. Andaj e pruni Imam Bukhariu se prej duave të cilat pranohen shpejt janë 3. E para për tëre, e para duaja ati që është bo zullum, e dyta duaja ati cili udhton, dhe duaja ati njerit i cili baba apo nana vet lutën kundër atina. I lutët nana dhe baba. Dhe e sollëm rastin e Gjurejtë, sikur që e pruni Imam Bukhariu nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur një grua Esma bintu Abi Bekr dhe e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Ja Rasulullah, nana ime është pagane." Po deri tash apo nën kuptohet për nanën e babën muslimane. Çka nëse baba dhe nana janë qafira? A duhet ato mi shkel? A duhet ato mi u ba zullom, mës mi ba mal? Shikoni çka transmeton Imam Bukhariu. Ka ardhur kjo gruaje, çika e Abu Bekr, dhe ka pas nanën pagane. Ka thënë: "Ja Rasulullah, unë me nanën time çish musil, kur e diti që ajo pagane." Çka i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam? Shikoj kjo fe e cila me paganin thot musil çështu, po me muslimanin çish do të musil?
I ka thanë, berri ummek, sillu mirë, maje lidhën fare vistore me nanën tane. Maje lidhën fare vistore me nanën tane. Tu ka kana jo pagana, jo I ban shirkë Allahu Gjellë Gjellalu. Por I ka thonë përsa maje lidhën fare vistore me nanën tane. Pastaj ka sjell Imam Bukhariu kaptin Babu ardhul islami alel walidejn. Kaptin, nëse babën e nanën se ki musliman, du të mja u ofru islamin. Du të mja u ofru islamin. Nëse një njëri ka një pasuri, ka një kapital, sinin e parë, kujt I kalzon që ka fitu? Nanës vetë, babës vetë. Kur ti e merë rogën, kur ti e merë një fitim, e kri një biznes, e ban një trekti, kujt I kalzon që ki fitue, për me gzut parin? Nanën e babën, natyrshëm. Nanës babës du, fitova, e mora që këtë pasuri, ja u e pa tëne, e kështu më ratë. Imam Bukhariu në mëson nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pasurinë më të madhe ja kanë ofruar nanës dhe babës, jo pare. Jo pare. Çka ka transmetuar nga Ebu Huraira radhiyallahu an. Thotë Ebu Huraira, nana ime ishte pagane. Nana ime ishte pagane. Shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe I thash ja Rasulullah, bën dua për nanën time, që ajo ta pranon islamin. Që ajo ta pranon islamin. Dhe bani dua pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj ka thënë Ebu Huraira, ja Rasulullah, bën dua që mu dhe nanën teme me na dash këtë njerëzit. Andaj thot Imam Bukhariu, ka thënë Ebu Huraira radhiyallahu an, nuk ka dëni krishter apo jehudi që nin për mua vetë se mdo. I kanë thonë, ma qëfar argumenti kiti Ebu Huraira që I mundet me dash një krishter dhe një jehudi? Ka thonë, sepse I kom thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, ban dua këtë njerëzit me mdash të muhe. A lejot këtë njerëzit me dash? Për lejot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dojnë edhe qafirat. E ka dash dhe Abu Talibi, dhe jo kënë qafir. E ka dash, mi gjavet e ka dash, e kanë dash paganët. Dhe me dash të tjerët që s'janë musliman, nuk e gërvish fejën tane, sepse ti ki kalzu sjellje, ti kalzu edukat. Thot Ebu Huraira, e bani dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha o Zot, banja Ebu Hurairës nanën muslimane dhe bani që të dytë ti dojnë këtë njerëzit. Thot Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullah argumenton ki hadith se shijat janë dalalet të madh që e urrejnë Ebu Hurairën. Sepse Ebu Hurairën e dojnë edhe krishterë dhe jehudit, rafidit se dojnë. Andaj ata janë më devijum se krishterë dhe jehudit. Pse? Sepse Ebu Hurairën e dojnë të gjithë. Sepse ajo është transmetuesi I haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj shiko, e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duan që ta pranojnë anave të islamin. Ka thënë dietar në komentin e këtij hadithi, kapitalin më të madh ja ka ofruar nanës vet. Kapitalin më të madh ja ka ofruar nanës vet, ka thënë, oj nana ime më hin islam. A e kena ofruar na fejen? Atë në njerëzve shka I dojnë ana. Na mi kritiku I kena kritikue, mi u kalzu që ku ke kanë vendin I kena kalzue. Aja ke ofrue, a ke ba dua me thonë, ja Rabbu zoje, o Zotu zoje, nëse ki që s'fal namaz dhe t'fal namaz, ban dua, sejsh dhe mëse e krien pi sejsh dhe s'do thonë, ja Rabbu zoje. Qfar zemët mund me pasi njeri cili e she babën e vetë ndalale dhe s'ban dua për ta? Qfar zemët mund me pasi njeri cili e she nanën e vetë që s'fal namaz dhe s'ban dua për ta? Dhe nuk sillet mirë me ta që të bëhet sebe pa jo mu falë dhe mu këthi Allahu Gjellë Gjellalu. Qfar zemër mund me pasi njeri cili duron që të I pa familjarët e vetë me I në gjenem? Qfar zemëra? Andaj që ka e buresën nga ba sahabë kanë, ja Rasulullah, ban doat nana ime ti në islam. Apo? Dhe njët ka bëhe Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an, dhe njët kanë bëhe krej qukët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wassalam kur u shpit I kanë thënë, ja Rasulullah, a ka hak baba dhe nana masi të vdesin? Ka thonë po. Ka thonë qfar ka hak për ta? Ka thonë mu lut për ta masi të vdesin, me kërkue istighfar për ta masi të vdesin, me lut, o Allah fali masi të vdesin. Ka thonë me janë nderue dostat e tëne. E ka pasaj një dost, ka ta shifësh rrugës dush me nderu. Pse? Se tu baba jeme ka pas dost ata. Baba jeme ka pas dost ata. Dhe me janë nderu misafira që ju vinë në emër të tëre. Andaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, do t'i thuhet banorit të xhenetit, hin xhenet që këtë vend. Hin xhenet që këtë vend. Ai thot, ja Rab, unë nuk jam për këtu, unë jam më poshtë. Nuk jam për këtu, unë jam më poshtë.
Me çka e meritova unë këta kur si kam veprat? I thot Allahu xhel xelaluhu, me istighfarin e evladëve tu për tyje. Me istighfarin e evladëve tu për tyje. Sa më rëndësi me bot tërbije kësi evlad që ti vdesat ta stharojnë tyje. Andaj haki i prindit është i madh dhe duhet besimtari me pas kujdes te haki i prindit të vet.